Shpesh jeta tregohet e padrejtë, e fati disave ju ofron jeta ashtu siç në fakt do kishin ndëruar, e me disa të tjerë tregohet i pamëshirshëm. E teksa jeta i përplas e i çon nga një dramë në tjetrën, rrëzohen dhe e kanë kaq shumë të vështirë të fillojnë të shpresojnë e të luftojnë me vështirësitë. Jeta e Klodiana Valliut vjen sot e rrëfyer prej saj, tronditse dhe rrëqethse. E lindur në një familje me probleme të thella ekonomike, nga një nënë e cila ka probleme të shëndetit mendor, fëmiria dhe adoleshenca e saj janë të mbushura me kujtime të dhimbshme. Por pavarësisht gjithçkaje ka kaluar, një histori do t'i ndryshonte një herë e përgjithmonë jetën. Bëri një ceremoni dasme, por pa celebrim me një person të quajtur Ardian Cano. U braktis prej tij vetëm 2 muajsh e shtazën, ai u largua për të mos u kthyer më kurrë. As lindja e të birit dhe nevoja e foshnjës për të pasur atësinë dhe një baba nuk e bëri të kthente kokën pas. Sot voglushi është 3 vjeç dhe nuk e ka parë kurrë portretin e të atit. Në mbështetjen e jashtëzakonshme të babait të saj, Klodiana kujdeset për Mediolin. Pas shumë kohësh ajo zbuloi disa fakte tronditse për njeriu me të cilin u martua. Ai kishte një tjetër grua dhe 2 fëmijë, e ndërsa kërkoi të dhëna në gjendjen civile, emri i tij rezultoi një identitet i rrem. Klodiana vazhdon të luftojë tani edhe më fort se më parë, pasi Medioli për të është motivi më i madh për të cilin jeton.